Ju përshëndesim nga këndu i negatimit, mirë se erdhët të gjithë, veçanërisht anvisat që janë duke përgatitur, si të thuash, tryezën e ditës së sotme. Zonja Vjollca, mirëmëngjes edhe gëzuar. Mirëmëngjes, gëzuar, përshëndesim të gjithë shqiptarët, për në mënyrë të veçantë bektashianët, bashkë me mua, se i përkas pikërisht kësaj feje, dhe gëzuar festën, bereqet, shëndet, harmoni me të gjithë çfarë na rrethon. Edhe në tryezën tonë kemi simbolinë e festës. Qëllimi dhe simboli i kësaj feste. Festa ka tradicionale, ushqim tradicional, ka mishin e qingjit të pjekur, mish të pjekur, ka byrekun me 12 barishte, e kemi bërë dhe herë të tjera, ka sultjashin, si ëmbëlsirë tradicionale. Po, me orizin që tregon atë ripërtëritjen apo? Me orizin që tregon drithrat. Po, bereqet, me qumshin që simbolizon qumshin e nënës dhe rritjen, zhvillimin, por dhe barishtet për jetën që lullzon. Ardhjen e pranverës. Po, është shumë kuptim plot, dhe është një fe si gjithë fetë e tjera, në harmoni, me të gjithë fetë, ne i respektojmë, po ja, ngrihen në mëngjes, bektashianët. Ndi që janë dy pije që duhet të konsumohen, sherbet edhe nga një gotë qumësh dhe pak sherbet. Pastaj, edhe për sultjashin, që konsideroheshin si pijet parajsës, me sa lexova nga feja. Po, është e vërtet, pijet parajsës, dhe madje edhe për nuk ka marrë sultjashin, nuk bëhesh edhe me sherbet. Po, bëhet me sherbet që i marrim në teqe. Tani, unë vërtet jam bektashiane, por nuk jam shumë praktikante. Si të më djekë është të gjitha ritualet, po. Besoj ka jo që ne duhet jemi mirë me njëri tjetrin, nuk duhet i bëjmë tjetrit atë çka nuk na pëlqen, ne të na i bëjmë të tjerët, dhe mjafton vetëm kaq dhe gjithçka është në rregull. Isha duke numëruar barishtet që ke përzgjedhur, gati 12 barishte të ndryshme, të cilat i ke bashkuar, i ke larë dhe i ke grirë. I kam stër larë, i kam grirë, vetëm gjethen e hitrës e kam futur pak në ujë të valuar, pak një minutë. Pse? Për të hequr atë djegjen që lëshon. Do t'i vendosim lek, se di që vendos edhe një monedë. Po, lek, ke portofoli. Ok, më e marrim pak më vonë atëherë. Dhe pasi piqet, byreku, anvisat e ndajnë për në tryezën e familjarëve, duke ndarë në sa antar kemi në familje, dhe personit që i bie monedha, konsiderohet me famë. Kujtë ka moneda? Zonjës Vjollca i ka rënë këtë vit, do ta tregojmë nesër se i bie, do ta arrim ta presim e ta pjekim. I përvishemi punës atëherë Zonja Vjollca që ta përfundojmë. Përpara mund ndihmojnë çik. Tani si ti vendosim këto petë se ma shpjegove pak para se të vim. Marrim një petë, e marrim një, këtu ka dy, se unë jam me doreza, dhe nuk i lëm shumë anë, nuk ka problem. Ja. Do të vendosim jo shumë, pak këtu anash. Pritën këto, për nuk ka problem. Diçka të kësaj natyre kaq, edhe këtej dhe pastaj të gjitha nga brenda. Si që shikoni, kemi labot, kemi lëpjet, kemi spinaq, kemi hithra, qumështore, lulkuqe, ja harrova emrin që ishte ajo? Nuk e di, e harrova. Cila? Hithra, pazia? Jo, pazi, që ishte ajo repishte e gjeta. Kemi erzat që kemi kopër, kemi majdanos, në qik hudhër, kemi qep, kemi dhe në energjik të freskët. Të gjitha janë këtu në tepsi të grira imët. Do të hedh pak krip, si që thash, vetëm gjetën e hithërës e kam vendosur pak fare në ujë të valuar. Të tjera atjo se do më dekolorohen, do më mershin gjyrë tjetër. Kështu edhe pa u gatuar, vini njerë e freskët e pranvere këto barishtet. Shumë pak krip, jo këtu, jo kështu. Jo këtu, do të jetë kështu deri në fund, Niki. E i shtypim pak me dorë, të gjitha, dhe këto sigurisht e ulin volumin e tyre. Duhet të jetë bollshëm, pjesa e barishteve, kështu, dhe këto njëkohësisht nxjerrin edhe lëngun. Pastaj vendosim në një tas, do të hedhim 2 kokra vezë që janë përbërësit e recetës, do të hedhim djath, historikisht më parë edhe nuk i kanë hedhur djath, por ne duke ardhur dhe moderuar, e rëndësishme është që ne të kemi më ka qelluar një bisht këtu, po e heq këto bishtat, se nuk janë të këndshme kur i konsumojnë.
Dhe shiko, mbeti një dorë, gjitha ajo tepsi që ishte plot, mbeti një dorë tani. Në fakt, kjo është një recetë që mund ta përgatisim vetëm në një ditë të tillë feste, sepse është shumë e shëndetshme me jeshilliqet dhe me ngjyrat e pranverës. Shumë, do ta ndjejnë vetë në trup dhe në organizëm të gjitha ata që e gatuajnë. Tani sa shtresa të duhen me petë? Kështu do t'i vendosim? Jo, mjaft. Jo, tani vetëm në qendër. Në qendër, okay. Unë po ja thërmoj dhe djathin këtu. Nuk kanë nxjerr lëng se i kam kulluar shumë mirë. Nuk kanë nxjerr shumë lëng. Bëjmë një grop në mes. Hedhim bezët. I trazojmë një çik. Petët do t'i lyesh zonja Vjollca? Po patjetër, tani fillo lye një po, një jo. I lyejmë petët me pak vaj, me pak vaj, ose do të hedhim një çik vaj këtu. Midh një 5-6 lug vaj, ullirit e kjo veza. Okej, që ti bashkojmë së bashku me po dhe qumësht? I hedh edhe i qik qumësht tu. Hidh. E trazojmë një qik ato. Hidh një lug kafe e krip. Pa, një markë shumë. Bravo, shumë mirë. Edhe i qumësht. Jo, do ta trazojmë njëra atë, pastaj hedhim qumësht. Shisa pak mbetën këto. I bëmë më të shkrifta. Tani marrim djath, e thërmojmë dhe djathin me duar, jo me thik, për arsye se kështu vishet ose bashkohen ingredientët me njëra tjetrën shumë mirë. Ja, kështu. Ja. Shumë lehtë tani, Nuk shtypim më. Kur të hedhim djathin, nuk shtypet vetëm pothuajse me majat e duarve. Tani po i hedhim qumshtin atëherë. Po i hedhim pak qumsht. Hedh pak, gjysmën e asaj hidhje. Është dhe shkëlqysh. Ja. Tani i lëm me një furçë apo me një lugë, me furçë, me çfarë të duash, me çfarë të viti për mbar. Pet pas pete, Sa pet do shtrojmë pas se të vendosim lakrat? Pet pas pete, po jo komplet petën, vetëm me spërkatin. Shiko, anvisat në shtëpi mund të vendosin edhe kështu me duar punojmë ne, ja. Ja, fap një çik, ja. Ja. Nuk ka problem se ne kemi përdorur vetëm dorezat vetëm për gatimin. Le të bien edhe të gjethet, nuk ka problem. Tani vazhdojmë. Unë i largoj dorezat, mbarova punë. Atëherë unë po marr një lugë dhe i spërkatim pet pas pete. Pas cilës pet do t'i vendosësh apo të krijohet një trashësi? Po, një stres. Kemi prap atë peta prap. Nëse është sipërfaqja shumë e madhe, tani të mendojmë çik se ç'do bëjmë për sultjashin. Po, sepse do hotë zjarri dhe duhet të ziejnë zjarr. Do të marrim një tenxhere. Unë e kam arritur gjysmën e punës, po t'i them anvisave se si do të procedojnë për të realizuar një sultjash të këndshëm. Dikush e zien vetëm me qumësh. Unë personalisht e ndihmoj pak orizin me pak ujë. Pra këtu kam 150 gram oriz. Për arsye se unë kam përdorur sot një litër, një shishe komplet me qumësh. Do ta shplaj pak orizin. Pra edhe raporti është i rëndësishëm për të mos u bërë shumë i trash apo për të mos u bërë shumë i hollë. Po, patjetër. Nëse do të kisha vetëm 1 kile, do të hidhja 1 filxhan kafeje, por të mbushur plot me oriz. Jo aq sa i hedhim neve kafe. Do të hedh orizin në tenxhere dhe më pas sa masa oriz, ashtu siç veprojmë kur bëjmë pilafin, 1 me 2, unë do të hedh 1,5 ujë. Po. Tani bëjmë një shkëputje mezi po presin dhe sponsorat për të folur me gjuhën e tyre, ne rikthehemi për të vazhduar më një herë me recetën tonë. Po vazhdojmë të përgatisim byrekun me 12 barishte, siç e do dita e sotme dhe siç është simboli i kësaj feste të Sultan Nevruzit, 12 barishte të ndryshme në mënyrë që tregojnë ripërtëritjen, ardhjen e pranverës, po pse jo, është një recetë shumë e shëndetshme nga ato që ne dëshirojmë që t'i ndajmë çdo ditë me anvisat. Kemi shtruar petët, i kemi lyer me salcën që përgatitëm, me një kokorvez, me vaj ulliri dhe me qumësht. Zonja Vjollca ka përgati edhe barishtet. Bravo, shtruam edhe një petë dhe në momentin që ne do të hedhim barishtet, nuk do të hedhim ndyrë, për arsye se unë do të hedh tek barishtet një 4 lugë vaj ulliri.
I ndihmon të qëndrojnë dhe të buta gjatë kohës që do të Po, është edhe piqet në furrë. pjesa e mbushjes që nuk mund të ketë mbushje pa yndyrë, sepse është receta e tillë. Yndyra që kishim deri tani ishte vetëm për të lagur petët. Nëse do kishim monedën, do vendosishe te barishtet apo ku ta Shpejt monedën. Ke portafoli im, ke zinxhiri, keni moneda, vrap. I trazojmë, i rishtojmë dhe prakisht ajo Merrin çik monedën, ta lajmë çik. Lahet dhe më pas Po patjetër. vendoset. Kishim një monedë më të madhe që ku t'i vinte fati të ishte më. Nuk ka problem, simbolike është. Po e lajmë një, po e përvloj në ujë të nxehtë. E veshim edhe me një çik. Po e vendos. E veshim edhe me një çik letër. Po e veshim edhe me letër. Ja. Me telefon që t'jetë të i dukshme. Po. Brenda vitit, sa herë është kjo gatimi me lekun? Është dhe për vitin e ri, Me kulaçin, edhe me byrekun. Në merë lek më të madh. Lek kemi. Ja, gjetëm Veç për lek nuk keq. Monedën më të madhe që ekziston në formë metalike. Po. Dhe do ta... Ja, fillajmë e fshim. Po. Okej. 1.000 lek, si 100 lek të rinj. Ja. Jemi si në shtëpinë tonë, sikur po përgatisim byrekun me 12 barishte, gjë të cilën besoj dhe anvisat kanë nisur ta përgatisin ose kanë dalë të blejnë barishtet, nëse mund të kenë gjetur dje apo jo të gjitha llojet, sepse duhen 12 lloje të ndryshme barishtesh jeshile, pra barishtet kuptohet që janë jeshile dhe janë karakteristike e këtij gatimi. Dhe tani edhim brenda. Dhe sigurisht aty do ta përzijej mirë që mos unë e di që është në qendër tani në këtë moment. Jo, në qendër nuk është, se ja, shiko. Mund ta përzihesh mirë. Pasi piqet, ftohet, ajo ndahet në copa sa antar kemi dhe Patjetër. kush është fatlumi do të ketë një vit të mbar dhe me fat. Sipas fesë Në dhe fakt, sipas unë për hir të së vërtetës, mirë më ka ecur nga festa e vjetshme si vjet. Në radhë të parë, Pra e ke ndjerë besimtare në këtë pjesë. Për shëndetin, po, por mirë, shoqyr, fëmijët mirë, të gjithë. Se kam vërë që është një gëzim i madh kur bie leku, thua më ka rënë dhe gjithmonë je vazhdon të mendosh do kesh bëjmë edhe fatë diçka dhe tjetër, ne, se unë dhe me ke pashi që këse ku është leku, i japim dhe një të rrotulluar tepsisë. ne të vetëm ta punojmë kështu tani. Ja, nuk ka problem se petët mund të jenë të prera kështu, se ne jemi brenda tek pakoja, por ja i vëm 2 nga 2, se njërë në 2 petë. Tani e spërkati mirë. I edhim një sy Gjithmonë kjashit, është, po. sepse edhe mund na digjet. Tani është momenti, Niki, që ne do të hedhim qumësh gradualisht. Pra, Ja, si ka marrë hedhim valën e qumshin? parë orizi, Po, tani gradualisht e lëm të përthithet duke e trazuar her pas derisa të here. përthitet, Dhe kuptohet. do të fillojmë prap. Unë kam shkuar në gjysmën e punës, se kam përgatitur një tenxhere tjetër Ah, dhe ke do të zirë? vazhdojmë pak, Okej, gjysmë. në rregull. Tani, Pas ka kaq si është, sot, jo kaq është, me këtë qënë se lëm është vetëm për mëngjes konkretizim dhe vazhdojmë me tenxherën dhe tjetër. si ëmbëlsirë. Do doja të bëja tani përmbledhjen e byrekut me 12 barishte, ne do ta përfundojmë, do vendosim edhe petët e fundit për ta vendosur në furrë në pjekje, por në listën e përbërësve pra duhet të keni 12 tufa të ndryshme me 12 barishte pra të ndryshme. 2 kokra vezë, 200 gram djath, krip, një pak opeta, 6 deri në 8 luggjelle vaj ulliri, një gotë qumësht, një kokër vezë. Gjithë përbërësit janë në menun ton. Ne do të shkëputemi për hapësirën publicitare dhe fleshin informativ, takojmë në pjesën e dytë, pse jo për të gatuar dhe pjesët e tjera të ditës së sotme që i referohet kryesisht festës, pas pak. Në pjesën e dytë të këndit gatimit, këtu në Vila 24, në këtë pjesë, sikundër e lam në pjesën e parë, do të përgatisim suflashin. Dhe zonja Vjolca dëshirojnë që ne ta nxjerrim fillimisht tani përbërësit. Zonja Vjolca dëshirojnë që të marrin vesh edhe anvisa, sepse ndodh, edhe mua më ka ndodhur faktikisht që raporti i orizit me qumshin ndonjëherë nuk qëndron. Kështu që menjëherë në ekran do të kemi përbërësit e sultjashit, sepse në pjesën e parë kemi vendosur në furrë
në pjekje byrekun me 12 barishte të ndryshme. Edhe njerë kujtoj që sot po përgatisim recetat cilat janë, le themi, simboli tradicionali i festës të Sultan Nevruzit. Tu po shohim përbërësit e byrekut me 12 barishte, 12 tufa me 12 barishte të ndryshme, 2 kokra ves, 200 gram djath dhe një pak kopeta, 6-8 lugë gjelle vaj ulliri, një gotë qumbësh, një kokor ves. Për zonjat që ende nuk e kam përgatitur, kjo është lista e përbërësve. Ndërsa përbërësit e sultjashit ju i shihni të shënuar në anën tjetër të ekranit, duke u njohur dhe me koston për 4 persona, është e pa konsiderueshme si të thuash. Jo 4 persona, ka më shumë, tu do të kanë 8. Po sigurisht, po nëse e quan... Po dhe ishte të pjesoni për 2 për vlerën, po është një shifër simbolike. Po, sa oriz nga duhet? Një filxhan çaj do tjetë me oriz, një sekund, ta sqaroj pak filxhanin e çajit, nuk bëhet fjalë për ato filxhanat e çajit mëdhenj. Bëhet fjalë për ato filxhanat e çajit që janë në lokal. Mesatarisht i bie gati 2 filxhana kafeje, por të mbushur plot. Okej, mirë atëre, 2 filxhana kafeje ose bararzim me 1 filxhan çaj, 1 filxhan çaj ujë, pra në të njëjtën sasi që do të përdorim për orizin do të jetë me në të njëjtën sasi pra ujë, 1.5 litër qumësht, që bie një bidon qumësht, 6-7 lugë gjelle sheqer, varet nga preferenca, pak krip, 1 lugë kafeje gjalp, vanilje, kanell. Të dyja do të përdorin zonja Vilca, apo o një radhë tjetra? Përbërësit e tjerë, unë i kam këtu. Këtu tani do të hedh, mirë do të ishte një shkop vanilje, po nuk më premtoj koha, pak sheqer vanilje, këtu kam pak fare krip, shumë pak, a është kripa e gjellës, kjo është kripa për ëmbëlsirë, këtu kam sheqerin, unë i kam vendosur... është me imët këtë. 7 lugë, se këtu kam çunat e rinj, po unë në shpinë time nuk i hedh 7, i hedh 6. Po djemtë e rinj e duan çik sheqerin, i hedhim dhe sheqerin, duke e trazuar, vazhdimisht se jemi në një moment tani që shiko, është bërë si kajmak, trashet, unë nuk i hedh një seshte. Asnjëherë unë nuk i hedh sultjashit një seshte, dikush i hedh, por nëse do t'jemi të kujdesshëm gjatë zgjerrjes, përse e hedhin një seshte? Për të bëjë kështu, për të kajmakosur. Jo, shiko, derisa luga të lyhet në këtë formë, dhe nëse jepni kohën e dur sultjashit për të ftohur, kur ftohet pjesa e sipër me që është si kajmak, fillon dhe rrudhet. Po, aty është... Atëherë kemi bërë sultjash të mirë. Edhe pjesa e kanellës nuk i hidhet në momentin që sultjashi është i nxehtë, për arsye se lagështira nuk ndikoj, po. Nëse nisëm me orizin, me masën e orizit dhe me ujin në fillimisht. Unë e demonstrova, po oriz, uj... Në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, uj pak i nxehtë, ose lëreni ujin të valoj, dhe hidhni orizin. Derisa orizin, unë ashtu dua që orizi të bëhet gati si qull, prandaj nuk ja hedh ujin shumë të nxehtë, të valuar, dhe që të lëshoj pjesën e miellit të orizit, e lëshon vetë ajo atë nise ishten orizi. Dhe ja, kemi një sultjash perfekt. Më pas e edhim gradualisht qumshti, në? Po, qumshti gradualisht, ashtu si kur bëjmë ne rizoton, që presim sa orizit a përthiti, dhe pas ta edhim qumshin, kështu do të vazhojmë. Kjo është mbushur prapë me qumësh, se kemi këtu 1 litër e 400 Se mund të duket si raport i madh, 1 litër e pak qumësh bashkë me 1 filxhan oriz. Po ja, rezultati tregon që... Këtu ka fiks një shishe me qumësh. Ja. Dhe duke e trazuar, sepse gjithmonë sultjashi ka tendencën që të ngjitet. Dhe nëse do ta trazojmë, pastaj ajo ngjitja do na i prishin ngjyrën, mund të bëhet ngjyra si në të verdh, mund të na dalit copa të zeza, por duke e trazuar gjithmonë me një lugë druri, na ndihmon që mos të na ciknoset, i themi në gjuhën popullore. Po ngjitje dhe ajo pastaj i lë dhe aromë të keqe. Tani e lëm që të zjej dhe pak, shiko, vjen zjerja nga anët dhe përqëndrohet në mes. Nuk fillon të zjej më kështu, e shiko, në qendër. Nga anët, atëherë mendojmë që sultjashi ka përfunduar zjerjen e tij. Unë e kam filluar këtë punë, të rrudhet pjesa. Që në orën 7, po du të mjaftoj 1 orë dhe ju mund të realizoni këtë. Duhet 1 orë për të realizuar sultjashin. Po, duhet 1 orë të realizohet. Duket si gjë shpejt kështu. Vjen kajmaku në qendër dhe tani jemi gati që ta servirim, e largojmë.
E lëmë të ftohet, si edhe, shiko, tani u kujtova që pash temperaturën, shiko, asnjëherë në temperaturë të lartë. Kjo është dhe sekreti i zjerjes. Absolutisht në temperaturë mesatare, kur zjejmë orizin, dhe pastaj pak në mesatare që të filloj të zjej dhe të trashet. Si të mendojmë që nëse temperatura do t'jetë e lartë, kam përshtypjen do përthithet me një herë, po do jetë i pazjer. Dhe në fund do të kesh 2 gisht fund. Dakor? Dhe nuk do mundesh ta kruash, se nuk hahet, se hidherohet. Kështu që kjo është e gjitha. Kur hidhet tani vanilja dhe ose kanella? Vanilja në fund fare. E kemi hedhur aty brenda, e kuptova. Atë kanella hidhet në servirje. Shkop kanele, do ta kisha hedhur pastruar shkopin, do ta kisha hedhur brenda dhe edhe shkopin dhe pastaj ta largoja. Tani kanellën e kemi këtu, e pudrosim vetëm në momentin e fundit. Ne kemi dhe tasat, mi sill 2 tasa. Një tjetër rit i rëndësishëm, përveç se orizit me qumësh që simbolizonin, si që tham, jetën, gjallërimin edhe qumshtinën pjesa e qumshtit edhe orizi për sajt apo ndrithrave, ishte dhe gruri, dita e ashures që bëhet. Në të njëjtën mënyrë, vetëm se i hidhesh edhe arra, palafik, ka mënyra nga më të ndryshmet, vanilje nuk diskutohet, kanele, vanilje, arra, edhe nëse ta vim gruri në këtë mënyrë do ta zjem? Gruri? Po. Po, do ta zjesh gruri. Avash. Po, madje po sigurisht që zihet me ujë. Gruri vjet një ditë përpara. Një ditë më përpara. Ja, një ditë përpara ka punë gruri për të zjerë. E lëm kur ta bëjmë ashtu. Okej, në rregull. Tani, tasat duhet të jenë të thatë. Edhe nëse i kemi larë, i kemi kulluar, duhet ta fshim që mos ketë pika ujë brenda, që të na rri sultjashti ashtu siç dëshirojmë ne. Ka shumë anvisa që sultjashin e përdorin dhe si një lloj ushqime në ditë të tjera. Garuza vishet komplet, shiko, është në një trashësi siç duhet, jo pilaf me qumësh, se ka recetë që është edhe oriz me qumësh që bëhet në një ditë vere, po që e bëjnë zakonisht Veriu, Kosova, ditën e Shëngjergjit, diçka të kësaj natyre, këto festave verore. Dhe është shumë i shishëm. Dhe interesante se si vjen përkthimi i elementeve të natyrës pikërisht edhe në kuzhinat tona, për të qenë në të njëjtën kohë për të rritje me natyrën. Tani o pjek shumë furra jon, o ka kaluar dhe është fiks minutazhi sepse është pjekur dhe byreku. Është pjekur, është nxirr byreku, e ulim çik temperaturën. Ka marrë ngjyrën më të mirë. Po. E ulëm pa edhe 5 minuta në fakt i do byreku. Ka një aromë të mrekullueshme. Po. Dhe mund të jetë edhe si një lloj ëmbëlsire kështu pas diteve kryesisht, sepse thon vetëm ne bëjmë shpesh këtë pjesën e ëmbëlsirës, por sultjashi, shiko, bektashianët janë shumë të thjeshtë, dhe në Kosto për të festuar janë shumë të thjeshtë. Madje ditën e sotshme bektashianët bëjnë shumë tradicional. Shiko, bëjnë dhe kurban. Dhe nuk është domosdoshmëri që os ka të therrësh qingj. Mund të therin dhe një pur. Si gatuash e qingji me përsheshin? Po, në ditën e sotshme, unë e diskutoja këtë recetë, po doja që të sillja barishtet. Mund të bëhet edhe përsheshi, siç bëjmë ne përsheshin për natën e vitit të ri. E kemi prur në emision edhe me kulaç gruri, po gjithmonë e kemi prur me gjel, edhe me kulaç misri, përsëri e kemi prur me gjel. Por karakteristikë është që ne mund ta sillim kulaçin, madje edhe shumë i shijshëm dhe historikisht, tradicionalisht është me mish qingji. Me mish qingji. Nëse dëshironi, unë mund t'ja sjell një herë tjetër, pa qenë fest fare. Ka një shije të mrekullueshme që do ta harrosh më mirë se ajo i gjelit të mirë. Zonja Vjosa më komunikoi që do bëjmë një shkëputje tjetër publicitare, do të rikthehemi me vazhdimin ton. Dhe jemi rikthyer në momentet e fundit fare të hapësirës së gatimit, një mënyrë për t'i uruar të gjithë besimtarëve, për ta përmbyllur me urimin ton dhe sigurisht për të ngrënë ushqimet e para. Duam ta nisim edhe neve ditën me sultjashin, që është edhe shumë i shëndetshëm. Jo, ham edhe kur të ftohet. Po hidhim kanellën, këto që servirim, do t'ju hedhësh pak kanellë? Po do të hedh. Nëse do isha në shtëpi, do ta të kuq sultjashin që të ftohej komplet, por që ta shohin anvisa. Po, arsyeja që u rikthyem është që të servirim edhe byrekun, byrekun me po, byrekun e ktheva pak, e kam vendosur dhe një çik, po, për të marrë atë ngjyrën që duhet dhe që e gëzon dhe syrin, teksa e shef edhe e konsumon, po imagjinoj se sa e shishme mund të jetë
me 12 barishtet cilat kanë një aromë të këndshme, kishin edhe para se t'i vendosmi në pjekje. Ishte kështu ajo aroma e freskët që vjen nga toka. Kopër majdanos çuditërisht dhe nanaxhik i harmonizojnë këto gjethe dhe japin një shihet mrekullueshme, një kompleks aromash që kthejnë në një aromë të vetme. Po. Ne kemi ndryshuar dhe menun ton, kemi përbërës të sultjashit, se ndonjëherë edhe në terminologjinë e përgjithshme të gatimeve edhe të anvisave në shtëpitë tona, themi sukljash. Si themi? Sukljash. Sultjash. 1 filxhan çaj oriz, 2 filxhan çaj ujë. 1 filxhan çaj ujë. E pas kemi bërë pak gabim. 2 filxhan ujë. Jo, 1 e 2, nuk ka problem, po dhe 2. Ajo do të qëndroj sa ta përthithi, kështu që më mirë i bën akoma, në rregull. 1.5 litër qumësh, 6-7 lugë gjelle sheqer, pak krip, vanilje, 1 lugë kafeje gjalp dhe kanellë. Tani, momenti fundit është sjellja e pyrekut. 1 lugë e vogël sa një kafe gjalp, pothuajse në fund fare, para se ta largojmë, e lidh ashtu si dhe rizoton, e bën të shkëlqyer, e bën të mrekullueshme. Të e ndarë apo është ndar vetë kjo zënja jo, janë petët atë, kështu që është ndarë në 9 pjesë. Është ndarë në 9 pjesë? Jo, duket nga petët që sipas falosjes së tyre. Në 12 pjesë. Sepse 12 barishte kemi, diku në këtë byrek është edhe leku, që është pikërisht monedha që karakteristike e festës, është shumë e nxehtë për ta ndarë. Nuk e di si do të veprojmë, ta lëmë kështu siç është dhe ne vazhdojmë kështu siç është, se mendoj që duhet të zverdhet edhe një çik, tani që të jemi realist, mos të thonë që shikoj, e hëngër pa pjekur. Ka, po shumë e jo, nuk guxoj. Jemi djegur, jemi bërë. Ja. Okej. Këto ishin gatimet tona, ndërkohë zonja Vjollca, meqense neve kemi sultjash sot në këtë recet, do doja të sillim një material që vjen pikërisht nga qumshti i orizit. Ke informacion për qumshtin e orizit? Nuk kam informacion, po e di që ekziston dhe që është i shëndetshëm. Shumë i shëndetshëm, që përdoret jo vetëm për gatime, përdoret në kozmetik, por ka një burim të jashtëzakonshëm vlerat ushqimore për organizmin ton. Madje edhe se si përgatiteshe, ishte shumë interesante, edhe si skrap, po, madje edhe japonezët që kanë atë fytyrën e pastër të kristalt, masta e vetë me tyre është pikërisht nga orizi, nga zjerja e orizit, me lëngun e tyre shplajnë fytyrën, e përdorin më pas si një lloj kremi për të bërë një maskë dhe është shumë e shëndetshme, sigurisht duhet jetë orizi mirë, është kushti i rëndësishëm. E zjen shumë, marrin atë pjesën e ujshme, dhe ajo bëhet si pelte në fund. Ai është qumshi, po ka dhe disa teknika, mënyra të tjera se si mund të marrim qumshtin e orizit, por sot do të flasim me informacion më të zgjeruar, përgatitur nga Elda Lame, mbi qumshtin e orizit. Kështu do ta mbyllim, ndërkohë pak ujfap do të jetë i pranishëm në çdo tyre sot për të shoqëruar gatimet, pse jo edhe vera e kuqe, vera e bardhë që janë tradicionale të festës, bashkë me mishin e qingjit. Po, vërtetisht pak e ujë. Çuditërisht tim ujë. Do ti që unë në momentin që kalon pak minutazh fillon më thahet të buza për ujë. Se mësuar me ujë. Sepse më është bërë refleks, kështu që dhe ato që nuk e pinë ujin, mundësisht ta edukojnë vete dhe të pinë se është shëndet. Dhe kërkon vetë trupi, sigurisht është e rëndësishme për të hidratuar tu, po edhe e shëndetshme. Ne do të përshëndetemi në këtë hapësirë gatimi, do ta përfundojmë këtu duke uruar gjithë besimtarëve Bektashin t'ia kalofshi sa më mirë. Sot zonja Vjollca besoj se tani në shtëpi vazhdojmë prapë gatimet tradicionale të ditës, kalofsh bukur bashkë me familjen edhe me të voglin tuaj. Ne do të përshëndetemi, mos harroni të klikoni në balkanme.com në rubrikën gatimi, gjithashtu edhe në YouTube në këndin e Kuzhinës Vila 24. Një përshëndetje nga ne të dyja, do të takohemi sërish nesër. Kalofshi bukur. Faleminderit zonja Vjollca, gëzuar. Faleminderit.